Kur Aleksandri i Madh po vdiste, firri generalet e tij dhe u tha 3 dëshirat e tij të fundit. E para, vetëm mjekët më të mirë duhet të mbajnë arkivolin tim. E dyta, shpërndani pasurinë time në rrugën drejt varrezës. E treta, lërni njërën dorë të më qëndroj jashtë arkivolit, që të vallvitet në erë dhe të shihet nga të gjithë. Generalet u tronditën dhe e pyetën pse. Aleksandri u përgjigj: "Dua që mjekët ta mbajnë arkivolin tim, për të treguar se edhe më të mirët janë të pafuqishëm përballë vdekjes. Dua që pasuria ime të shpërndahet në rrugë, që të gjithë të kuptojnë se pasuritë e tokës mbeten në tokë. Dhe dua që dora ime të qëndrojë jashtë arkivolit, për të treguar se lindim me duar bosh dhe ikim me duar bosh. Sepse gjëja më e çmuar që kemi është koha. Kujtoje, koha jote është e kufizuar. Mos e harxho duke jetuar jetën e dikujt tjetër. Jeto jetën tënde. Të gjitha të tjerat janë dytësore.